Pestova. Do të thonë si kompani është regjistruar në vitin 1991, ku proces pune ka qenë prodhimi i patatës dhe shitja e patatës. Dhe kështu ka vazhduar deri në kohën e luftës. Gjatë luftës gjithçka u shkatërrua dhe pas luftës në vitin 99 kemi filluar nga zeroja. Por prap vazhdimësia e saj të parës, do të thonë prodhim dhe shitje e patatës për konsum. Në 2004 kemi filluar në procesin e përpunimit të patatës me një kapacitet 50 kg në orë, do të thonë me shumë sfida, me shumë probleme, po dal ngadalë të urrit. Nga viti i kaluar, do të thonë koriku i vitit të kaluar, ne kemi instaluar linjën e re, që është prodhimi i vitit 2023. Është linja që thuhet se për momentin e vetmja në region, është gjithçka automatike, ka lehtësuar shumë procesin e prodhimit, është ngrit kualiteti dhe është ngrit sasia e cila prodhohet brenda ditës.